Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun te baraka wa taala dhe lutim që na bëjnë nga robërit e tij falendërues, adhurues, mirënjohës dhe nga ata që Zoti xhallahu ala i mbron këtë dunjë dhe i shpërblen në ahiret. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Andaj vëllezër nderuar, jemi në takimin e parë me serinë e re të ligjëratave, pasi që kemi përfunduar, sikur që dini, do të thotë komentimin e gjuzit amme, tashmë në vend të asaj teme, detyrohemi që të fillojmë një temë të re. Pas konsultimeve së bashku me vëllezër, propozimeve të juaja, është përzgjedhur tema që të flasim për Ulillahi al-asmaul husna. Dhe Allahu i ka emrat e bukur, fad'uhu biha, andaj thirreni, luteni me to. Kështu mund ta titullojmë në bazë të ajetit edhe vetë do të thotë ciklin e këtyre ligjëratave, nga se ky është titulli më i bukur i mundshëm që mund t'i vendohet, për shkak se kështu Allahu xhallahu ala e ka thënë. Nga se ky është ajet kuranor ku Allahu xhallahu ala thotë Ulillahi al-asmaul husna. Allahu xhallahu ala ka emrat e bukur. Andaj tema është temë e gjerë dhe është një temë që sa të përpunohet gjithmonë del diçka që nuk është në herën e parë. Kështu që të reja që do të mundohemi ta themi dine se nuk është temë e përfunduar, por gjithmonë mbetet që ndoshta në radhat e ardhshme, herën e dytë, e tretë, e kështu me radhë, sa të flitet për këtë temë, njeriu ti shpalosen, ti shfaqe njohuri të reja që kanë të bëjnë me këtë temë. Dhe kjo shfaqje dhe shpalosje ose vjen nga leximi i shtuar dhe mendimi i ulemave, ose nga vetë gjendja e njeriu që flet dhe dëgjon. Qase Allahu xhallahu ala nganjëherë do të thotë bereqet lëshon më tepër e nganjëherë më pak se kaq, varësisht nga rrethana të saktuara që Zoti xhallahu ala në bazë të tyre vendos dhe gjykon. Andaj Allahu na mënduar që na bën këtë temë një temë të rëndësishme për përmirësimin e jetës tonë dhe raportet me Allahun azza wa xal dhe të gjitha atyre dobive tjera që do t'i përmendim se çka presim të realizojmë ne përmes kësaj teme. Është më rëndësi në fillim të çdo teme të dimë se çka po donë me këtë. Dikush për shembull mund të jetë i përkufizuar në një pikë, të themi nëse vetë këtë më pret është pak varfërish për këtë temë vetëm këtë më marr ato. Por duhet të marrim të gjitha ato aspekte që synohen përmes trajtimit të kësaj teme. Edhe pse dietarët islam kur kanë folur për trajtimin e kësaj teme, kanë thënë se dobit janë të panumërta. Nuk ka numër që mund të përkufizon dobit e të folurit për Allahun xhallahu ala. Mirë, po janë munduar të përmenden disa të përmbledhura, spaku që besimtari mos i shka përderdhur, të jetë pak më i përmbledhur dhe i orientuar drejt qëllimeve të caktuara. Allahu xhallahu ala është ai që i ka krijuar të gjitha krijesat dhe ndërtu edhe njerëzit. Dhe çdo krijesë Allahu xhallahu ala që e ka krijuar ka instaluar në brendin e saj një natyrshmëri të caktuar që në bazë të saj e rregullon jetën e vet. Andaj natyrshmëria që Allahu xhallahu ala e ka krijuar luanin është jetë vërsulës dhe agresiv, apo jo të jetë sikurse natyrshmëria e pulës, për shembull, e qetë dhe e butë. Dhe kjo është caktimi i Allahut azza xal. Nuk është kjo në bazë të madhësisë, apo nga se për shembull kemi kafsh shumë më të vogla se që është për shembull ndonjë elefanti apo lopa, por që janë natyrshmëri tërësisht të kundërta për nga ana e madhësisë. Andaj kjo është natyrshmëria e Allahut xhallahu ala. Ai përzgjedh formën e dikujt, dhe natyrën e dikujt dhe sjelljen e dikujt. Ose kur bie fjala për njeriu, natyrshmëria që Allahu e ka krijuar njeriu me të, nuk është jetë i butë as agresiv, as jetë i fortë as i butë, këto nuk janë pjesë të natyrshmërisë së tij. Kjo pastaj diçka tjetër. Por natyrshmëria themelore dhe esenciale që Allahu e ka krijuar njeriu është ta njeh Allahun azza xal. Dhe çdo ngjyrim tjetër që nganjën mbi këtë ngjyrim fillon ngadalë ta largon njeriu nga njerëzimi i tij. Çfarë nuk kupton kjo? Nëse njeriu më shumë theksohet me muskujt e tij se me besimin e tij, fillon ngadalë të afrohet kuajve. Kështu ka thënë Ibn Hazm rahimahullah. Që njeriu fillon ngadalë të afrohet me zërin e tij, për shembull, shtazëve që kanë zë të bukur, apo
më tepër theksohet me këtë zë se me besimin e tij tek Allahu xhallahu ala. Do ngjyrimi i tij më i theksuar është zoni se sa besimi, ai është më i afërt kësaj aftë. Nga se ka filluar që natyrshmërinë themelore, që ne ka krijuar Allahu xhallahu ala tasbih, duke huazuar ose duke favorizuar natyrshmëri që nuk duhen të jenë të favorizuar tek ai, por te dikush tjetër. Dhe Allahu xhallahu ala thot fitrat Allahi allati fatara an-nas alayha. Kjo është natyrshmëria e Allahut që i ka krijuar njerëz në këtë natyrshmëri. La tabdil li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim te krijesa e Allahut azza. Çfarë nuk kupton që nuk ka ndryshim? Dy aspekte. E para, nuk ka mundësi të bëhet shkëmbim natyrshmërisë. Apo na t'ja marrim lanit natyrshmërinë e tij, e t'ja japim nevën tash ai të bëhet musliman e na të bëjmë të shtir. Nuk ka shkëmbim këtë natyrshmërisë. Ka vendosur Allahu që kjo është e jotja. E para dhe e dyta, la tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim të krijimit të Allahu xhallahu ala. Andaj, Allahu njerin e ka krijuar me këtë natyrshmëri. Dhe përderisa don të mbetet njeri, duhet të ngjyrohet me këtë natyrshmëri. E ndryshojnë natyrshmërinë, ndryshon edhe krijesa e tij pastaj apo. Jo në kuptim fizik, por në kuptim të përkatësisë. Andaj dini edhe në Kur'an sa vend Allahu xhallahu ala përmend për disa kategori njerëzish se mund të arrijnë deri në atë shkollë që të jenë më të degraduar se vetë kafshë. Dhe kjo është që ka thënë Allahu në Kur'an, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim. Kjo është një fe stabile, fe e qartë, apo fe e sigurt që ne mëson këto rregulla dhe këto parime. Edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na dinë që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, thot kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fëmijë lind me këtë natyrshmëri, natyrshmëri që nuk kupton besimin e drejtë në Allahun xhallahu ala. Por, do të nderuar duke pasur parasysh se kjo natyrshmëri do të thotë nuk është e karakterizuar me detajet e kësaj njohjeje. Apo kjo natyrshmëri është vetëm një kornizë ansore që e mban njeriu mos të dalë jashtë, ku nuk duhet të dalë. Por nuk i mjafton njeriu që ta njeh Allahun azza wa jalla sa duhet vetëm përmes natyrshmërisë. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka ndihmuar këtë natyrshmëri me çka? Me dërgimin e pejgamberëve dhe zbritin e librave. Andaj nëse na marrim misionin e pejgamberëve të Allahut azza wa jalla dhe marrim përmbajtjen e librave, fokusi më i madh në këtë mision të pejgamberëve dhe në këto libra ku është në besimin e Allahut xhallahu ala dhe në njohjen e tij, që përmes kësaj njohje njerëzit pastaj ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. E njohja Allahu xhallahu ala bëhet duke i njohur emrat e tij, dhe duke i njohur cilësitë e tij që Allahu te bareka o taala e ka mundsuar përmes gjuhëve të pejgamberëve dhe përmes librave që i ka zbritur. Dhe kështu gradualisht pejgamber pas pejgamberi ka ardhur koha e dërgimit të njeriu më të dijshëm për Allahun xhallahu ala dhe më të afërt Allahut azza xal, i cili do të përmbyll misionin e pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj asnjë popull nuk e ka pas nderin tani Allahu xhallahu ala që ka nderin në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë pejgamber nuk ka pas hapësirë që t'ua spjegon dhe t'ua bën të qartë njohjen e Allahut umetit të tij sikur se ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë po të bashkuar, të unifikuar, pjesë saktuara, çdo pejgamber e ka kryer misionin si sa duhet, sa u nevojit atyre. Mirë po, gjëra që na i kemi të shtuara nga të tjerët, apo e bëjnë këtë umet të veçantë në njohjen e Allahut xhallahu ala për dallim nga të tjerët. Për këtë arsye, edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka pa meletët e Tevratit në dorë, apo braktese, nga se edhe Musa po të ishte i gjallë, do të pason të kënd Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk bëhet vetëm për shkak se ky ka 5 namaza, ai ka 6, një më pak Musa po ka qef me fal, apo se ran gjerse pa me fal. A kish bërë për këtë çështje? Jo. Por esenca e pasimit është se këtu Allahu xhallahu ala pak më mirë folet për të hapur. Gjithashtu Isa alaihi kur vjen në fund gjykon me shariatin e kujna, me shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhallahu ala ka marrë besatimin e pejgamberëve. Çdo pejgamber që është dërguar, para se dërgohet, ka marrë Allahu nga një besatim. Ç'është ai besatim? Se nëse te ky dërgohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e keni obligim ta ndjekni, ta besoni dhe ta mbroni. Jo vetëm besu, por në luftë me shku bashkë me ta.
Musa ka pas obligim me dek për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj çfarë nderi Allah xhallahu ka hap Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e çfarë nderi përmes tij na është edhe neve. E ky nder padyshim përfshihet në tëra që ka Kur'ani dhe Suneti me të. E në krye të kësaj është kush? Mësimet që flasin për Allahun xhallahu ala, njohja e Allahut te baraka ve taala. Tema që kemi filluar me të, që ka të bëjë me emrat e Allahut xhallahu ala dhe me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, është temë e gjerë. Dhe tek dietarët islam është trajtuar në dy kahje. Kahja e parë që është ndjek në trajtimin e kësaj teme është kahja që ka të bëjë me rregullat, kahja që ka të bëjë me kuptimet e drejta të këtyre emrave dhe këtyre cilësive, duke ju kundërshtuar kështu grupacioneve të ndryshme, të bidaqive, të devijuarve, filozofëve të ndryshme, të cilët kanë tentuar që të imponojnë kuptime të ndryshme filozofike të romakëve grekëve në kuptimin e Zotit xhella xhelalu. Andaj janë ngrit ulemat e Sunetit dhe e kanë mbrojtur kuptimin e drejtë të këtyre emrave që mos të devijojnë nga kuptimi i drejtë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u mësoi ashabëve të tij. Dhe një pjesë e këtij trajtimi e kemi marrë kur kemi mësuar tek akide wasitiyya atje, se si kuptojnë rregullat, çka ka tahrifi, çka ka temthili, çka ka tashbihi, terma do të caktuara që ulemat i kanë trajtuar për të ruajtur vërtetësinë, saktësinë, kullueshmërinë e këtij lloji të besimit në Allah subhanahu wa taala. Kjo është një lloj trajtimi. Dhe këtij ulemat i kanë kushtuar vëmendje të madhe për shkak se ka qenë vendimtar në kuptimin e drejtë të këtyre emrave dhe cilësive të Allahu xhallahu ala. Dhe e dyta, trajtimi i dytë është trajtimi që i kanë bërë disa ulema të tjerë duke përfshirë këtu tëra që ka të bëjë me ndikimin e këtyre emrave në jetën e besimtarit. Nuk ka të bëjë se si e ka kuptuar kët filan grupi ose filan grupi, nuk është kjo tash në këtë muhabet. Këtu hin si duhet të ndikohet pozitivisht një besimtar nga emri i caktuar i Allahut azza wajal. Të edukohet, sikur thotë Ibn Qayyim rahimullah, të edukohet në hijen e emrave të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe çdo emër i Allahut xhallahu ala i mundson besimtarit një adhurim të caktuar dhe edukim të caktuar. Prandaj i është projekt në veti që një besimtar të përmirësoj cilësitë e adhurimit të Allahut xhallahu ala përmes emrave të Allahut xhallahu ala dhe gjithashtu do të thotë të kaloj provat e kësaj bote, ta kuptoj këtë jetë ekstremat përmes njohjes së emrave të Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë dobi tjera që do t'i rëndisim, por do të them se këtu janë dy metoda ose dy trajtime, do të them se jo metoda, nga se një metodë është ndjek, metoda e Sunetit, por dy lloj trajtimesh. Qasjesh ndaj emrave të Allahut xhallahu ala dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ajo që ne do të mirë me të është e dyta. Do nuk do të flasim për shembull rregullat e esma u sifat, do të thotë sikur se kemi hulë tek atje te akide wasitiyya kështu më radh, por i tërë fokusi do të jetë tek kjo e dyta. Si duhet një emër i Allahut të ndikojë në përmirësimin e raportit me Allahun xhallahu ala? Si duhet një emër i Allahut të ndikojë tek unë për ta përmirësuar adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala? Si duhet të ndikojë një emër i Allahut tek unë që të më motivon, të më stimulon që të jem edhe më adhurues i denj i Allahut xhallahu ala, kështu më radh nga dobitë e shumta që nxirren nga emrat e Allahut xhalla xhelalu. Andaj kjo hyrje mund të zgjatet edhe më shumë, por mund të edhe më e shkurt. E rëndësishme është se dashta spaku më e shpalohet vetëm pak, kohën ka do të shkojmë. Të dimë se çka po kërkohet, edhe pse thash kur flas për do të thotë dobit dhe çka synon për mesoj do të bën të çorë shumë gjëra me lenin Allahut azh. Po para kësaj duhet ta përmendë një fjalë të rëndësishme që e ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah, kur bëhet për termin njohja e Allahut. Selefët kanë përdorur këtë term tepër. Andaj ka thënë fulani arifun billah, e një Allahun azza xal. Ose ka thënë el ilmu billah, dija mbi Zotin, dija për Zotin. Çka kanë pasur përshtim selefët me këtë përpara? Ibn Taymi rahimullah kanë pasur përshtim dy gjëra. E para kanë pasur përshtim njohjen e vet Allahut azza xal. Andaj kur ka thënë njeriu i dikshëm për Allahun, do të ky njeri një Allahun më së miri se të tjerë. Njohja për qenin e Allahut, jo në kuptimin e
formës ose mënyrës, këto janë përjashtuara për një start, por e ka njoftë Allahu xhallahu ala përmes emrave cilësive të tij. Andaj me një fjalë ka qenë më indikuari pozitivisht nga këta emra. Prandaj një ditë njëri ka thonë Imam Shabi ka qenë dietar i madh, i ka thonë o dietar, ka pas përse me një pyetje, ka thonë dietar është ai që ka frikën e Allahut. Nuk është çështja me sasi informatash, por me ndikimin e informatave në zemrën e dikujt. Qase një mund të ketë shumë informata, por ato informata të kenë pak ndikim tek zemra e tij. Dhe dikush mund të ketë, do të thotë, pak informata, por të kenë ndikim të madh tek zemra e tij, në për të Allahu xhallahu ala, dhe kjo është e kërkuar. Andaj thotë Ibn Taymi rahimullah, kur kanë thonë përpara i dishëm për Allahun, kanë pas për qëllim e një Allahun më së miri, ose e kanë pas për qëllim i një dispozitat dhe rregullat që të afrojnë tek Allahu më së miri. Dhe kjo është çështje e rëndësishme. Andaj njerëzit në njohjen e Allahu xhallahu ala ndahen në tri kategori. Kategoria e parë është ata që e njohin Allahun kuptim të përgjithshëm, po janë devotshëm, po nuk njohin çka shpihet tek Allahu xhallahu ala. Nuk dinë rregulla shumë, por e njeh Allahun azza xhel. Do thotë, ja ka frikën, për shembull, më përmend i shkojnë lot. Falet kohë të gjatë, lexon Kur'an, nga sa e njeh Allahun xhallahu ala dhe nga dashuria e kësaj njohje e adhuron. Po nuk dinë shumë rregulla. Nuk dinë për shembull me shpjegua abdesin, namaz, nuk dinë këtë, dhe kjo i mungon. Kategoria e dytë është, ka thënë dietarët, ai që i njeh rregullat që shpihen tek Allahu xhallahu ala, po fatkeqësisht nuk e njeh Allahu xhallahu ala. Ne shpjegim të thotë, shpjegon kjo farz, kjo haram, kjo bën, kjo s'bën, këto i din shumë bukur, mirë, po pa ndonjë shpirt të caktuar, pa gjallëri të caktuar, pa e shpirë kjo tek Allahu xhallahu. Dhe ka kështu shumë. Këti i thonë al-alim bil halal wal haram. Këti nuk i thonë një Allahun, këti i thonë njohës i halalit dhe haramit. Po ekspert i halalit dhe haramit është ky, ama ekspert i njohjes Allahut ky nuk është. Tash nuk s'po vjapi, tash to rregulla na më don me klasifiku. Po kjo është ekziston këtu ndarje kategorisht që kanë dhënë dietar. Dhe kategoria e tretë, ata që kanë bashkuar mes së dy javëve. Edhe një Allahu xhallahu ala, por edhe është ekspert i halalit dhe haramit. Dhe kjo është më e mira e mundshme që mund një besimtar të arrijë. Ese përket dobive që i kanë përmend dietarët se çka arrin një besimtar me studimin e kësaj teme ose me ndjekjen e këtyre gjëratave, thash kanë përmend shumë dobi. Unë po i përmend disa prej tyre që të kuptojmë ne përballë çfarë teme jemi. Apo dhe të kuptojmë ne se ka do të jenë rrugët tona, ka do të shkojmë na. Dhe të mundohemi që apo të bëjmë një verifikim të kohë pas kohëshëm të realizimit të këtyre qëllimeve se apo shkojmë ka duhet apo kemi devijuar nga qëllimi. Prandaj kjo ligjërat e parë dhe këto pika të para na mundsojnë që ta mbajmë vetëm brenda një qëllimi të caktuar, të orientuar drejt një qëllimi të caktuar. E para që e kam përmendur dietar është se qëllimi themelor i çdo besimtari cili është. Qëllimi themelor i çdo besimtari është, qëllimi final është që Allahu të jetë i kënaqur me të. Të gjitha pasaj tjerat janë nën këtë, xheneti apo xhenemi murupiti, gjitha janë pastaj këtu nën këtë. Nuk duhet me kon qëllimi me xhenet apo më i lartë se kënaqësia e Allahut azza xal. Sepse këtu janë, do dikush po nëse është i kënaqur që xhenet, po. Veç e rëndësishme është që qëllimi kryesor dhe final i besimtarit të jetë kush? Kënaqësia e Allahut azza xal. E besimtarit se kënaqësia e Allahut te barekuhu teala apo nuk mund të arrihet, nëse Allahu xhallahu ala nuk i jap sukses robit që të ndjekë rrugën e kësaj kënaqësie. E kjo kënaqësi ku është e ndërtuar? Në iman në Allahu xhallahu ala edhe në vepra të mira. Këtu është kjo. Dhe për të stimuluar, për të motivuar besimtarë, që ka dash këtë lidhje, këtë zinxhir. Don qëllimi kryesor është kënaqësia e Allahut azza xal. Nuk mund të arrihet deri te kënaqësia e Allahut azza xal pa besim dhe pa vepra të mira. Nuk arrihet atje ndyshe pas nga kjo rrugë. Andaj ka thënë dietarët, e vetmja që i ndihmon besimtarit me ngrit këtë peshë deri në nivelin e kënaqësisë së Allahut xhallahu ala është njohja e Allahut xhallahu ala. Andaj duhet të jap. Se besimi nuk është i lehtë. Apo para mëna Allahu ka një kodra apo besoni ka një smunum na. Na të besojmë kuptim kështu ta manasun e bëjmë imanin që ka të bëjmë obligimet.
fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha. Ka unë Allah në kodrëve, a doni me obligu namaz një mu falë, ju shpërblej, s'munu më të. Kodrat nuk kanë pas mundësi me bartë këtë bartë të madhe. Apo? Fa abayna an yahmilnaha. Kanë refuzuar të bajnë, wa ashfaqna minha, jo që ka refuzim, do të jëmë zonë një herë. Wa ashfaqna minha. Kodrat, bjeshtë të mëdhaja, kanë pas frikë, shafaq, kanë pas frikë me marë këtë përgjësi, se së në majnë. Wa hamala al-insan, e ka marrë insani me vetë. Andaj këtë barë që nuk mund ta bartin kodrat e mëdha, bjeshtë e larta, e bart njeriu me lejen e Allah xhallahu ala. Por për ta bartë të suksesshme, që të arrijë deri tek kënaqësia Allah xhallahu ala, duhet të jetë gjithmonë i furnizuar me njohjen e Allah xhallahu ala. Kudo që ka shkputje, apo mes tij dhe njohjes së Allah xhallahu ala, do të reflekton kjo shkputje me zbeje të cilëtit të adhurimeve të besimit në Allah xhallahu ala. Pa na duhet kjo. Thash për çfarë arsye? Nga se krejt që ka mësojmë mas kësaj, pastaj është më e sigurt. Krejt që ka mësojmë para kësaj, mund të jetë diskutabile, jo e sigurt. Kjo është një qëllim shumë i rëndësishëm që neve na duhet ta dimë tash dhe ndëruar në tatimin e kësaj teme. E dyta që ulemat e kanë përmendur është se dietarët islam kur kanë bërë selektimin e shkencave islame, ose Kurani është i mbushur me dije, por dija që është në Kur'an selektohet në lloje ndryshme, apo nuk është krejt një lloj. Kur kanë bërë dietar selektimin e kësaj dije, kanë thënë se njohja e Allahut me emrat e tij është baza e çdo dije. Ai që nuk e njeh Allahun, kurrë s'ka njoft. Ai mund të jetë një njës, me thonë kështu, mekanik i rregullave caktuara, por nuk e ka njoft mirë as namazin, as zakatin, as xherimin, nëse nuk e ka njoft këtë namaz dhe këtë zakat përmes njohjes së Allahut xhallahu xhelalu. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, inna al-ilma bi asma'illahi al-husna, dija, detyria, ilmi për emrat e Allahut të bukur, aslun lil ilmi bi kulli ma'lum, është bazë e çdo njohurie dhe për çdo njohuri. A kuptove? Bazë e çdo njohurie fillimisht, por gjithashtu edhe çdo njohuri këtë ka bazë. Për shembull, akide, tefsir, fik, hadith, shkencë të ndryshme islamit, dhjetën. Cila është baza këtyre? Njohja e Allahut. E morën vesh. Njohja e Allahut që ka marrën se shmja. Kjo në raport me shkencë të tjera. Pastaj tek çdo shkencë, përsëri kjo është baza e asaj dije. Edhe tefsirin s'e mëson pa njohur Allahun. As fikun s'e mëson mirë pa njohur Allahun. As akid e kështu me radhë. A kuptove? Andaj është baza e çdo dije dhe baza për çdo dije. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, fa inna al-ma'lumat siwahu, shikon se bukur e ka lidhur me Qayyim këtë apo. Nga se çdo dije tjetër, përveç asaj që ka të bëjë me njohjen e Allahut xhallahu ala, ajo mund të jetë dobishme dhe është e dobishme. Thotë çdo dije që ka të bëjë me diçka tjetër pas njohjes së Allahut, ose është dije e ndërlidhur me krijimin, ose është dije e ndërlidhur me urdhrin. Apo ose është dije e ndërlidhur me krijimin, ose është dije e ndërlidhur me çka? Me urdhrin. Çka është krijimi, çka është urdhri? Krijimi i qiellit tokës, shkenca. Kaj që ka të bëjë, kimi, fizik, biologji, kjo që ka. Kjo është krijimi i Allahut. Kush e ka kriju këto ligje? Allahu. Kush e ka kriju atomin, bërthamën, bakterien, këtë? Allahu xhallahu ala. Andaj çdo dije e njerëzve ose ka të bëjë me krijimin, e që të përfshin gjitha shkencat, ose ka të bëjë me urdhrin, çka na ka urdhëruar Allahu xhallahu, çka është farz, mustahab, mubah, haram apo dija a del jashtë në dyjave? Nuk del jashtë në dyjave. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, e kush është burimi i krijimit edhe i urdhnit? Allahu xhallahu ala. Andaj nga ky aspekt bëhet njohja Allahu xhallahu ala bazë e çdo shkence dhe bazë për çdo shkencë. Nëse nga do më njoft kosmosin, nuk ki mundsi kur më njoft ç'është duhet, nëse nuk je nis nga njohja Allahu xhallahu ala. Prandaj shpesh edhe njerëzit sot që janë, për shembull, e njohin një aspekt të caktuar të krijimtarisë Allahu xhallahu ala, bëjnë më shumë dëm se dobi. Apo bëjnë më shumë dëm se dobi. Keq përdorë shkenca, zbulime shkencore, fatkeqësisht shndrohen në armik të njeriu. Nuk i sillin lumturi, kënaqësi, përkundazi i sillin armiqsi, luftra e kështu me radhë. Pse ndodh kjo? Për shkak se nuk është nis nga njohja e Allahut azza xal. Dhe gjithashtu ata që në urdhën, e din që kjo farz po s'e bën. Pse se ka bën nisin e njohjes së kësaj nga
njohja e Allahut azza xal. Ka bu për profesion, për dije, për çka do qoftë, kjo është ekspert i halal dhe i haramit apo, po kët aftësi të këtij eksperti nuk e ka ndërtuar në njohjen e Allahut xhallahu ala, nuk do të dobi atë. Andaj për çdo shkencë ndahet në dy, njohjet në përgjithësi ndahen në dy, në krijim dhe në urdhër, baza e kësaj mbetet kush? Njohja e Allahut xhallahu xhelalu. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa ihsa'u al-asma'il husna aslun li ihsa'i kulli ma'lum. Çka është ihsa? Sa më tepër ke përfshi, ke marr nga dija për emrat e Allahut të bukur, për aq ke përfshi nga njohuritë e tjera ato. Nëse është bazë, لأن المعلومات هي من مقتضاها, nga se të gjitha njohje tjera kanë dalë pikërisht nga kjo. Në qoftë se din ti emrin e Allahut El Khaliq, drejt çka është, krijuesi, apo a nuk e ke më lehtë pastaj me kuptu krijimin, kur ka filluar, çysh ka filluar, çka ka bëu, po shumë më lehtë e ke. Por kur përjashtohet emri i Allahut El Khaliq, apo se një krijimin përmes emrit të tij, po e një përmes diçka tjetër, dalin njerëz majmuna. Degraduan njerëzit ato. Pse? Pse nuk njihen nga esenca që duhet më njoftë ato. Dhe shikoj që njerëzit degradohet ato. Nëse veç e njohim El Khaliq, krejt tani kallaj kemi. Nëse e njohim Allahun El Razik, furnizuesi, e kemi me kuptu pasaj çdo sa të furnizimit. A do të ketë krizë, do të ketë krizë, do të desim unë, kupton tani më lehtë. Pse? Pse njohja për këto zhvillime ka burun nga njohja e Allahu xhalla xhelaluhu. Ai ka bën këtë temë të rëndësishme dhe kjo duhet më aqë këtu. Nga ato që e kam përmend. Andaj thot një nga dietarët e njohur, do thotë që është njohur si edhe mirëmbajtësi i sunetit. Kësi jam në ka pas. Nga se ka qenë mbrojtësi i madh i sunetit, Allahu xhallahu ala ka mësu Al-Asfahani rahimahullah, do thotë që e ka librin e njohur, domethënë El-Hujja fi Bayan al-Mahajja, argument në qartësimin e të vërtetës, fakte të akidës së Ahlus Sunne wal Jamaa. Thot ky njeri në këtë libër. Gjëja e parë që Allahu xhallahu ala u ka bërë obligim krijesave është ta njohin Allahun azza xal. Nga se kur e njohin njerëzit e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Andaj obligohet muslimani që ta njeh Allahun azza xal përmes emrave të tij dhe të njeh kuptimet e këtyre emrave për ta madhëruar Allahun madhërim të vërtetë. Nuk mund me madhnu me ditë sa ki pa e njoft. Andaj thot, walau arada rajulun an yu'amila rajulan. Një njeri do me pas punë me një njeri, apo para se me fillu me bë raporte me të. Çka bën? Thot do me njoh shoku emrin. A mush me pas ortak në biznes me do biznesin tonë me to, e zin shoku emrin as pika vjen as kush është. S'pon kështu kërkosh atë. Andaj talaba njari fa isma, shoku emrin. Çush njihet emri i babës tij, ku jeton, a është i madh. Kësa mundohet çdo detaj të vogël të madh me e ditë për këtë njeri që don me një aspekt caktuar me bashkëpunuar. E çu si polit kontratë të adhurimit që përfshin këtë të tonë me dikon që nuk e njeh. Dhe duhet me njoftë Allahu xhallahu ala që të ketë kuptim marrëveshja dhe kontrata jon e lidhur për adhurim me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu e treta ka thënë ulemat se njohja e Allahut azza xal ndikon në shtimin e imanit. Andaj na dëshojmë që përmes këtyre gjëratave apo të na shtohet imani. Dhe sa të shtohet imani, dihet çfarë reflektimi ka pasur në jetën e besimtarit. Andaj thot Sheikh Sa'di rahimahullah, inna al-iman bi asma'illahi al-husna wa ma'rifataha. Besimin emrat e Allahut të bukur dhe njohja e tyre me kuptimet e tyre yatadammanu anwa' at-tauhid thalatha. Përfshin në realitet 3 llojet e tauhidit. Krejt tauhidi që to është i përmbledhur, pastaj piktuit ndahet ato. Ka thënë që do me njoft kush meriton të adhurohet pikanje për emrat e tij. Do me njoft i kujt është pushteti e sundimit pikanje për emrat e tij. Andaj këtë çka i obliguemi Allahut për besim përfshihet në këtë lloj të besimit apo. Dhe pastaj thotë wa hadhihi al-anwa, dhe këto 3 lloje të tauhidit janë shpirti i besimit. Dhe sa më tepër këto të fuqizohen, realisht çka bëhet? Fuqizohet besimi në Allahun xhalla xhelalu. Andaj e pa këtë lidhje të rëndësishme që bëhet mes emrave të Allahut xhalla uala edhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala që thjesht ndikon në
imanin e besimtarit. Gjithashtu Ibn Qayyim rahimahullah thot: "Wal farahu was-surur", i tërgëzimi dhe kënaqësia, "wa tibu al-aishi wan-na'im", dhe jeta e këndshme dhe e mirë dhe e lumtur. Të gjitha këto janë të garantuara për ata që e njohin Allahun azza wa jall. Wal unsu bihi, dhe gjithashtu të kënaqurit në shoqërinë me të. Wa shauqu ila liqa'ihi, dhe përmallimi për të takuar me Allahun azza wa jall. Wa ijtima'ul qalbi, dhe të përmbledhjet e zemrës drejt tij, mos më shpërndo zemra atë. Wal himmati alayhi, dhe gjithashtu përmbledhja e vullnetit dhe ambicieve për të ngritur ka ai. Të gjitha këto janë të kushtëzuara, thotë Ibn Qayyim, me njohjen e Allahut azza wa jall. Andaj nuk ka lumturi, nuk ka kënaqësi, nuk ka përmbledhje zemrës, nuk ka emocione, nuk ka vullnet, nuk ka ambicie pa njohjen e Allahut xhallahu ala. Wa inna ankada al-aish. Do të thonë të thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ankada al-aish. Jeta më e vështirë, më e rëndë, aishu min qalbu mushattat. Është jeta aty që ka zemrën e shpërndar. Apo aty e ka një Zot, këtu e ka një Zot, këtu e ka një Zot, apo andaj plot njerëz që mendojnë për shembull se do njerëz që janë yje apo ose janë autoritativ, ata njerëzit më të palumtur. Pse? Nga sa ata dinë se autoriteti tyre varet nga kënaqësia e publikut. Gjithashtu ata i dhënë njerëz kërkushi. Apo tani mundohet me bëj gjithçka për mi kënaq, edhe gjëse shtazarake, apo me i kënaq publikun e vet. Pse? Pse autoriteti i tij është i kurzuar me kët. Andaj është rob i 200.000 publikut aty. Njëri aty vetëm me ditë që ky të vjen herën tjetër nëse çështë bën, çështë ja bën aftë. Se ka problem. Për se cilën aftë. Andaj zemra e shpandore ka. Nuk din ky publik me çka kënaqet, ky me çka kënaqet. Ai tjetër nuk din me ky do të thotë ku mund të me çka kënaqet. Në çështën e zgjedhjeve, mundon me shku me psikologë, sociologë, çu çka po duhen, çu ka, ti përmend pse janë rob të tyre. Ata e marrin fuqinë pe tyre. E marrin autoritetin pe tyre. Prandaj janë adhurues të tyre. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot Ibn Taymiyyah fali rahimahullah, thot andaj ti e gjen se shumica e mbretërve janë rob të argat vet. Në esencë, ata sillen si mbret, po në esencë janë rob të tyre, nga se kanë frikë se nëse këta rebelion ky është mbret më vonë. Andaj u ruhet pasuesët e tij. Ai ka mos i dikon të bën zullum, po s'ka çfarë pa pas një rreth që ju ruhet aty në atë. Se di se me ta është fuqia e tij. Prandaj zemra e tij është shkapërndirën, prandaj është jeta e tij më e zym, më e keqe, më e palumtur. Nëse besimtari ka zemrën e përmbledhur ku tek Allahu xhallahu ala. Edhe se nëse vjen rreziku veç për ti kam i ardhur atë. Edhe nëse vjen autoriteti veç për ti kam i ardhur. Edhe nëse vjen smuja veç për ti kam i ardhur. Nëse vjen deka veç për ti kam i ardhur. Sprat ai pi kërkujt anash. Nga se ka përmbledhur zemrën ka Allahu xhallahu ala. E këtë përmbledhje nuk mund ta bësh nëse nuk e nje. Dhe sa ma pak e nje, ma tepër shkapërderdhësh. Sa ma tepër e nje, ma tepër përmbledhësh. Andaj thot wa inna ankada al-aishi, dhe jeta më rëndësh për ata që kanë zemrën e shpërndar, u hamu mufarriq, dhe çka brengat i ka shpërndana, çush ja bëj këtij tash, çush i thon këtij, çush dal ti, zin çka bën. Sa besimtari ka një breng veç, çush me hin xhenet Allah. Dallon tash me synë dyre. Kush e ka bën me dallon me synë dyre? Njohja Allahu subhanahu wa taala. Andaj jeta e mirë ndëruar, dhe jeta e këndshme, dhe lumturia, padyshim se janë në njohjen e Allahu xhallahu ala, dhe në ngritjen e besimit ndaj Allahu xhallahu xhelalu. E katërta është se përmes emrave të Allahu xhallahu ala mund të zbulojmë shumë urtësi të dispozitave të shariatit. Pse këtë Allah ka bërë obligim? Nga se është El Hakim, është i urti. Këtu ka urtësia. Pse këtë Allah ka bërë obligim? Nga se është El Alim, është i gjithdijshëm. Andaj për shkak e kështu me radhë. Andaj mundemi që të argumentojmë për shumë dispozita të shariatit që nuk dim komente për to, mund të gjejmë komente të nevojshme dhe qetësuese për neve me njohjen e emrave të Allahut azza wa jalla. A din sa është e fuqishme kur ti një obligim për shembull e kupton në kodër dhe në përputhje me emrin të Allahut azza wa jalla. A din sa ky obligim paraqet pastaj kënaqësi për ty apo. Sikur Allahu të ka shembull më i lartë, me si një shembull gjeta e kësaj bote atë. Në qoftë se për shembull ti do më bëni një biznes atë. Dhe planet i ki dy planet biznesit atë. Njëri ta ka bëni amator apo njëri ta ka bëni profesionist ndërkombëtar i njohur për sukses në biznes atë. Edhe thuhet këtë amatori duhet me realizu, duhet me ndjek në 3 muaj ditë atë. Tani t'japet e drejta me kalu tek plani i profesionist atë. Ato 3 muaj ditë që i njeh ato amatorët, këtë më të gjithë ai tjetri. Apo se këta ka kur din kush e ka bëu këtë, atë ka amator, kë nuk din, apo mbas të cilësive që i ka ai, edhe
stimulohesh edhe bindesh se e ka mirë atë. Posa të kalosh taj, as nuk e ky që ka thonë. Vetë pse e ka thonë se ai dishëm është, ekspert i kësaj lëmi është, me kënaqësi e realizon apo planin që ai ta ka bërë. E ti kur dhe se këtë urën ta ka obligu kush, ai që ta don më shumë të mirën aftën. Krejt njerëz më mbledh, me ta bënë shariat të mirë veç për ty, s'u ne bën që ta ka bëu Allahu xhallahu ala. S'u ne bën. Wallahi më thon nonës tonë, bëma një sistem tjetër sa thon. Nuk mund me ta bëu të mirë që ta ka bëu Allahu xhallahu ala. Prandaj dhe ka thonë sa nga selefi, nëse ditën e gjykimit më japet mundësia me zgjidh. A më gjykon nona Allahu, kështu më thon Allahu. Apo nëse më japet mundësia ditën e gjykimit me zgjidh, kush më gjykon? Allahu, a nona? Nona jam. Kështu më thon Allahu Allah. Ase drejtësisë Allahu xhallahu ala edhe mirësisë s'u afrohet askush aftë. Prandaj ti me ëndje dhe me kënaqësi i kryn dhe i zbaton urnat e Allahu xhallahu ala. Pse? Nga se e din se kjo buron nga gjithdijshmi, nga i urtë, nga gjithfuqishmi e kështu me radhë. Pa e shumë dispozita mundesh me i lidh me njohjen e Allahu xhallahu ala. Gjithashtu edhe shumë adhurime që duhet t'i vësh në praktik, qoftë adhurimeve të zemrës apo adhurime të gjymtyrëve, të gjitha këto mund të fillojnë të jenë pjesë e praktikës tënde, e jetës tënde, nëse e një Allahu xhallahu që duhet. Prandaj, thotë Ibn Qayyim rahimullah, li kulli sifatin ubudiyatun khassa. Shikoj çfarë Ibn Qayyim rahimullah, li kulli sifatin ubudiyya khassa. Kto kush e ka njoftë Allahu xhallahu ala. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, çdo cilësi e Allahut duhet të të me përdhu një adhurim të posaçëm. Sa cilësi ka Allahu xhallahu ala nuk mund të më numër atë. Për çfarë do të më konte adhuruesi Allahu xhallahu ala? E ku janë emrat e tij? Në çdo emër duhet me pas një adhurim të posaçëm. Unë e njoh Allahun që është El Alim. Tash përballë këtij emri duhet me pas një reflektim të caktuar të adhurimeve. Es-Sami' ma përmirëson gjuhën, ma përmirëson do të thotë dëgjimin tim, nga se di se keq ka veproj, çka flas e dëgjon Allahu xhallahu ala. Dhe këtu krijohen apo dalin shesh adhurime të shumta në raport me Allahun xhallahu ala. Dhe çdo emër që ne mësojmë duhet të prodhoj një apo më tepër adhurime të posaçme që kanë të bëjnë me këtë emër atë. Që kanë të bëjnë me atë cilësi, që kanë të bëjnë me këtë emër e kështu me radhë. Prandaj njohja e emrit të Allahu xhallahu ala na mundson që ne vazhdimisht të shtojmë adhurime të reja që kanë munguar nga jeta jon, duke u pasuruar kështu në rafsh në adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala. Dhe ky pasurim do të jetë i vonuar para aq sa vonohemi në njohjen e Allahu xhallahu ala. Prandaj sa të njëm njëmën të Allah xhallahu ala, kërkoje vetën tënde se me qëfar adhurimi do të pasurosh kësaj radhe duke njohur Allah xhallahu ala. Prandaj na duhet njohja Allah te bareka o taala. Qase nuk mund të pasurohemi, jemi të varfër në rafshën e adhurimeve nëse jemi të varfër në rafshën e njohjes së Allahu xhallahu ala. Gjithashtu për asaj që mësojmë është se njeriu din si të reagon në situata të saktuara. Njeriu që e din për shembull se Allahu xhallahu ala është Jabbar, ose din që Allah xhallahu është El-Qawi, i gjithfuqishëm, ose ai që i thën zullumçarët apo. Dhe me këtë emër i pajis me këtë emër ballavaçohet me zullumin e dikujt apo. A kalon ky më lart apo ai që është i zhveshur nga kjo mburoj? Dallon e sapo. Andaj ka thonë, si ka shikoni se kanë Allah xhallahu ala. Sejdi ibn Jubejri kur kon për ballzumit të Haxhaxhit. Se më Jubejri kon njohsi më i miri i Allahut në kohët vet apo. Prandaj shumë dietarë që kanë bërë gjë, shoh pesa na vjen ilmë të vëllai herë. Çka ki morti me Haxhaxhin? E paj ka vendosur mi thon Haxhaxhi në sy se kush është atë. Edhe Haxhaxhi i ka thon, "Çish po ki qef me dra? Është tallë me të. Apo don kom me stre, në krah, çish dush, je dietar, sprish punë të respektoj të vroj çish ki qef ti atë." Tallje. A nuk është kjo luftë psiqike me aron se e fizike? Wallahi po. Pa dikur të më dhe kritike të kanë thirr shpatën, do më të myt edhe të tallet me ty. A nuk është një ngarkesë ekstra? Mirë po, këtë ngarkesë ja ka kthy me ngarkesë dy fisht. Sejdi duke thënë, s'ka problem për mu. Ka sa e ka ditë se Allahu xhallahu ala po e sheh, El Alim, po e sheh çka po ndodh. Andaj ka thonë, s'ka problem që shumë vron ti mua. Dhe e ka ditë Sejdi ibn Jubejri se këtë krizë ka ballojë me çka? Se Allahu xhallahu ala është yuhyi wa yumit. Është ai që i ka dhënë jetën, edhe është ja e vdekën. Mund të Haxhaxhi 10 herë më mshojë mos më myt atë. Nëse Allahu s'ka caktuar.
Ata i shiko si e ka aktivizu emrat Allah xhallahu ala. Dhe e ka përball zullumin me çka? Duke i thënë bel anta khtar. Jon ti zgjell çu po të më myt. Ka se ka thënë wallahi çu të mvrojsh ti mu apo Allahu ka më drejë më kiamet jot. Andaj zgjidh çu po ki çefti mu vro. Kjo çfarë fuqi është kjo vëllai dashur. Mi thonë zullumçari që këtë ka për vete apo. Ti vetë i lidhën, ai po të më vro dhe ti po i mon derisa të krenaris njeriu që po shet krenaria apo. Ti po jo so problem për mua. Çu dush ti se këtë punë kom të krymë, ti s'u vron që dush ti tek e fund apo. Se Allahu ka caktuar që është më dikë kur më dik. Apo po ti për vetë zgjidh se e di që Allahu xhallahu ala do të hakmirret në zullumçarve. Kjo është emri i tij, apo Azizun dhun tiqam i gjithfuqishëm edhe me mundësi të hakmarrjes. Hakmirret Allahu xhallahu ala për rob të vet mirë, për atë që është pa drejtësi. Dhe njohja e Saidit dhe Allahu xhallahu ala e ka bërë të kënaqur këtë rast. Iz ibn Abdus Salam e ka thirr halifja për një fetva ti që ka thonë atë. Nga se ka thonë fetva kundër një vendimi të shtetit asaj kohë. Edhe ka qenë i njohur me zullum të madh ai prisja i vetë në Egjipt. Kur ka Iz ibn Abdus Salam, njerëz që kanë qenë përreth i kanë ngritur tesha që mos stërpiken pe gjakut të tij. Kan pas bindje se është i vram. Bindje kanë pas është i vram. Dhe posa ka Iz ibn Abdus Salam, subhanallahu, thonë është shndru tërësisht në njëri tjetër udhëheci. Po flet ndryshe, a mujtë qyshia po lodhësh, po ç'di në çau me këtë njeri. Dhe Izi po kum thon që shtot edhe pat tham se ti ke gabu, ai po sprish punë rregull, e ndrojmë këtë punë, a ka thënë me vra. Kur nuk kupton çka u çka ndroi situata. Kur ka dal Izi ibn Abdus Salam ka vrapun njerëz pas tij apo. Ata që i kanë qytetë ata po ata tutën një pikë gjak s'kan qef i huajt me ra, jo të vetën me dhon aftën. Apo çka ndodhet, ja di që ai ka dhënë me dora. Vallahi nuk di çka ka ndodhur. Veç para se me hi një herë, e kom rikëthia, po, qëto. E kom paramendu madhështinë e Allahu xhallahu ala për balti jepë. Edhe vallahi më rdo kësi një pull. Hesab se kumbo. Parën e ka kompleksu me madhështinë dhe kënarin që ka hinë tapën. Ke po kërë dikush është i vogël, së është i fort, po si fort, mund me vërsur dikujt, e komplekson një në fuqishëm që është tapën. Apo, me fjallurin që ka, me këmgullin që ka. Kërë njërës të marrin njerën, fjallore mërë që këj putot ka, vërsullin atë. Vrejta ja. Andaj, si kur se thujmë për shambull, për edhe ka fretira, qeni për shambull, ka aftësit në hatës së adrenalinë saktu me qëlliru të njeri, e mërë që këj putot ka, vërsullin. Qështu halku, nëse stuhet është, njërës kanë pasaj tira hesape për më të afrua. E në që dënë me i dhonë gudzin vetës të ndë, me i dhonë trimni, e se ki kërkan me vete, pe ushtarve, me qka i jep, me njohin Allah të zhjelët. Ti për më bënë zullum mu, po Allah u gjellë është i drejti, ka me këthy këtë zullum nesër. Ti për shpi për mu, Allah po e një shpivet, mësë i gale, unë s'mira me shpivet e të uja, Allah u ta këta nesër. Andaj i ka thonë një njeri, Hatim el-Asam, njëri të meqëm që ka qenë musliman, ma herë ti ka thonë, wallahi, që të thëmë, kora mos pajtim e të, pa nevoj, pa lidhje. Që të thëmë, ti më thush një fjallë, me që 10 ka me t'i thonë. A i ka thonë, wallahi, ti më thush 10, unë asë një sa thëmë t'y apën. Mëse ki galet, më. Andaj i ka thonë një tjetër, njëri për djetarë, ka thonë, ka me t'i thonë 10 fjallë, akuza, që ta njetën ki mërnu me të këqijet e ty në vënd. Jo një, po 10 ka me të thonë që s'ki mu këfil për të keqe saj. Vëllaj, jo 10, po 100 që fëse i thush, ti ki mu varros me të jo unë apëtën. Apo? Ti ki mi në varë me shpifit e të ujapën. Pe 4 kjo garancë, nga njohi Allah të zogjën. Dhe një lutë nëse një Allah në gjellewala, dinë si muzit për balë zullumit, për balë kërsnimit, për balë presionit, për balë shtypës, nga se ka guzim mjaftushëm, ka dijet mjaftushme, se si musil, nga se këtja ka mësu kush, njohi e Allah Gjelle Gjelalu huapër. Gjithashtu, nëse njohim Allah Gjelle Huala, e kemi mëletet të kalojmë sprovat të ndryshme të kësa jetë, si kurse patëm një mësim nga emrat e Allahut El Latif, apo e pamë se njeriu nëse din Allah që është El Latif, si i kupton sprovat të kësa jetë.
Edhe Jusufi alayhis salam të gjitha sprovat e tij apo i koordinoi me këtë emër. Inna rabbi latifun lima yasha. Allah xhalla wala me lutfin e tij ka bërë atë që ka dashur dhe ka marrë këto opsion. E pse ka kaluar për stacione të ndryshme të sprovat të caktuara në këtë dunjë. Që se njëri për shembull subhanallahu e një Allah që është Ar-Rahman Ar-Rahim. Kur mësojmë për emrin Allah Ar-Rahman, çka është me qenë Ar-Rahman? Reflektimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme. Padyshim se çdo sprovë duket se rahmet është Allah pe Allah xhallahu ala, se po mdon Allah xhallahu ala. Ose Allah xhallahu ala edin se është i gjithfuqishëm. Ai që ka mundësi me e ndryshu natën me bë ditë, edhe ditën me bë natë, a nuk ka mundësi me ndryshu gjendjen time që është shumë e lehtë? Po vallahi. E pse tek Allah nuk ka më lehtë më vështirë, nuk mund të thotë, po Allah na e bën nga disa argumente më lehtë më vështirë për shkak neve. Apo për shkak neve. Andaj thot Allah xhallahu ala, la khalqu as-samawati wal ard ahwan min khalqi an-nas. Krijimi i qiellit tukë është më i lehtë se krijimi i njerëzve. Qielli më kriju. Më lehtë është, kuptim logjik ju që e kupton. Cila është më e lehtë? Andaj ta pse tek Allah xhallahu ala çdo sa është lehtë. Mi po kur e kupton këtë njeri, e shese që se kjo për Allah xhallahu ska paraqitet kur fort vërtetësie. Me ndru qiellin, me ndru tokën, me ndru diellin, me ndru hanën, me ndru ditën e natën, atë problemet e mia Allah xhallahu ala i ndryshon. Sikur se ka thënë Allah xhallahu në kuadër të kësaj që po flasim. Allah xhallahu ala ndryshon natën dhe ditën, ka përmend ndryshime të shumta në kosmos që Allah i bën, e pastaj ka përmend فمن بغي عليه ati që bëhet padresi la yansurannahu Allah. Allah ka më ndihmu. Shikoj kët Allah ka më ndihmu e ka pru me përforcues shumë gjuhësor la yansurannahu Allah dhe e ka pru në kontekst të sqarimit se unë ndryshoj ditën e natën e këtë bëj, pastaj është bën këtë temë që realisht nuk kanë ndonjë përputhje tematike mes vete, por me të ngushëlluar ty se ai që e bën këtë e bën edhe atë. Ai që ndryshon këtë, e ndryshon edhe këtë e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në rastet e sprovës, kur ishte e dini se kur ishte me Mekë, sikur se ka thonë Ebu Bekri, vallahi me pak qyr të kom të tyne, jo më shumë, veç kom me i pa, me kishin pa ne atë. Çaq afër kanë qenë ata me një zonë. Me çka ka qetësu pejgamberi Ebu Bekri? A pse Ebu Bekri nuk është qetësu për vetën e vet, por i dërguari më ron dorë tyne, është problem. Ka thonë ma baluke bithnejni Allahu thalithuhuma. Çka të mërësh për dy vetë që Allahu është i treti me ta. La tahzan, inna Allahe ma'ana. Mos u mërzit, Allah është me neve. Njohi Allah të ka bërë. Po që kujnë këta? Allah është me neve të rrë hatë, ta kanë me shku që tash inshallah. Kush e ka këtë siguria? Allah e këtë e ka e qeni Allah në gjellë gjellë. Dhe se Allah më ka dërgu, po së më hupë Allah, pas të në Allah ka që thjesht ku farë me marë, me nëzirë pe shpillër, si që shri nëzirë të atjertë, apo pe bunarave, edhe me mytë. Ja, së lejon kështë me mytë pejgamberin s.a.s. Nuk lejon kështë, nuk lejon të nënqmohet pejgamberit i din këtë shkalla. E po këtë bindje, pikaki, kusht ka garantu të një kryetara, Allah më ka thonë. Se Allah ka më ndihmu. Ndaj njohi Allah gjellëvat ndihmonë të kalimin e sprovave të lashëve të nërë që i ki netën e kësaj botë. Gjithashtu edhe njohja Allahu xhalla xhelaluhu më thon pa dyshim që t'ia kesh atë frikën më shumë, të shpresosh më tepër tek ai. Shikoj çka thotë Ibn Qayyim rahimullah. Wa anta idha tadabbarta al-Quran. Thonë nëse ti e mediton Kur'anin. Se njohja e emrave të Allah xhallahu ala është rruga e vetme e sigurt për njohjen e Kur'anit. Nëse don me e meditu Kur'anin që duhet dhe me kuptu si duhet, e kupton në hijen e njohjes së Allahut, nga sa e ka zbrit. Andaj në kuadër të kësaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, "U anta idha tadabbarta al-Quran." Nëse ti e mediton Kur'anin, wa ajarta u shiko kët subhanallah. Thotë dhe ajarta dhe e ruan kët Kur'an min at-tahrif, nga shtrëmlimet e ndryshme apo që ja kanë shkaktuar filozofët e ndryshëm e do të thotë apologjet e ndryshëm si kanë qenë ata të lloj-llojshëm, largohesh prej tyre, je me tasmirësh ti. E një Kur'anin sipas asaj që e ka zbrit ai që ti po e njeh tash, Allahu xhelalu ala. Duke u zhveshur nga vezveset e tjerëve. Po, në bazë të njohjes së Allahut që ki, thotë ky Kur'an
Shikoj çka thot. Nëse ti e mediton Kur'anin larg këtyre vezveseve. Thot ashhadaka, ky Kur'an ta prezanton ty, ta bën përpara. Ashhadaka malikan, një mrat qayyuman, i cili çdo sen zhvillohet, rritet, mbahet nga ana e tij aftën. Fawqa samawatihi ala arshihi, i cili është mbi shtatçi, mbi arshin e tij, yudabbiru umura ibadihi, i cili i rregullon, i sistemon dhe i menaxhon punët e robëve të tij aftën. Që sonet Allahu xhallahu ala. Pastaj ya'muru wa yanha, yarhamukallah. Urdhëron dhe ndalon. Wa yursilu ar-rusul, dërgon të dërguar, wa yunzilu al-kutub, zbret libra, wa yarda wa yaghdab, kënaqet dhe hidhrohet, apo wa yuthibu wa yu'aqib, shpërblen dhe dënon, wa yu'ti wa yamna, dikujt jep e dikujt nuk jep, wa yu'izzu wa yudhill, dikon e ngrit sot e dikon e ul sot, e kështu vepron vazhdimsi, wa yakhfidu wa yarfa, dikon e ngrit e dikon e ul, yara min fawqi sab'in wa yasma'u, shah mbi shtatçi dhe ndëgjon, wa ya'lamu sirra wal alaniya, dhe e din të fshehtën ato që është publike, fa'alun lima yurid, bën atë çka ai don, mausufun bi kulli kemal, i cilësuar me çdo cilësi të plot dhe absolute, pa asnjë tmet, munazzahun an kulli aibin, i cili është i pastër nga çdo emet. Ke këto ti ku i nje? Ku i ka njohur këtu me Kaim rahimullah? Kur'ani ja ka mësu. Andaj njohja e Allahut azza xal të mundson njohjen e Kur'anit, nga se Kur'ani ta mundson me njohtë Allahun xhallahu ala. Pastaj ka thonë vazhdim, la tataharraku dharratun fama fawqaha illa bi idhni. As thërmia më e vogël e çka ka mbi te nuk lëviz pas me lejen e tij. Pa nuk kemë kombindje jamja. Ka sigla, thon kurrë nuk lëviz pa dhunizë Allahu xhallahu ala. E ka di sa është Ar-Rahman Ar-Rahim. Çfarë jetë atë kënjëri Allahu. Pastaj thot wala tasqutu waraqa illa bi ilmi, asnjë gjethe nuk bie pas me dijen e tij. Wala yashfa'u ahadun illa indahu illa bi idhni, dhe nuk guxon askush të ndërmjetësojë tek ai pa lejen e tij. Laysa li ibadihi min duni waliyun wala shafi', andaj robët e tij nuk kanë pas tij tjetër mik dhe pas shpëtimtar. Këta kanë Allahu xhallahu ala. Këtë përfundim, këtë konkluz, pe ka marrë Ibn Qayyim rahimahullah për Zotin xhallahu ala nga Kur'ani, ka se ka medituar dhe e ka njoft Allahun përmes këtij libri. Andaj edhe kjo duhet të realizohet. E dhjeta me radhë që është nga ato që kam thënë dietar është se njohja e Allahut mëson ti është edukuar me Allahun xhallahu ala. Nga ne është e kërkuar ti me të edukuar me Allahun xhallahu ala. Të kemi adab tërbije. Dhe tërbija sikurse ka thënë Kaim rahimahullah ndërtohet në 3 shtylla sikurse kemi përmendur vende të tjera. Andaj nuk mund të realizosh gjitha këto shtylla të edukatës së mirëfillt ndaj Zotit tënd nëse nuk e njeh Allahun xhallahu ala. Prandaj vallahi subhanallahu, njohja e Allahut na bën më të turpshëm para tij. Apo na bën më të përulur, më të nënçmuar, më të pavlerë para tij ku të njohim. Një që e njeh Allahun xhallahu ala, njohje të mjaftueshme, a ka mundësi të jetë i pa edukuar dhe të jetë mendje madh? Është e pamundshme. S'ka mundësi. Çdo njeri që është mendje madh i mungon njohja e Allahut azza. Një që lakmon këtë dunjë, sikurse kafshë që lakmojnë, apo vrapon pasaj, me çdo çmim, veç me pas diçka për kësaj bote apo. A njeh Allahun ky njeri? Jo vallahi se njeh. Po ta njehte do ta dinte se nëse këtë praktikë e diçka jep Allahu xhallahu ala. Prandaj edukat me Allahun xhallahu ala nuk mund të kemi nëse nuk e njohim. Andaj synojmë që të edukohemi në raport me Zotin xhallahu ala duke e njohur Allahun te baraka wa taala. Gjithashtu edhe njohja e Allahu xhallahu ala na mundson që ne të plotësohemi. Ne të përmirësohemi. Njëri ka të metat shumë të vllaznia. A nuk është emet e njëjtë hasedi? Pse vjen hasedi? Pse një Allahun që është duhet? Kush e ka hap këtij këtë begati? E kush të ka privu ty nga kjo begati? Allahu xhallahu ala. A bën Allahu zullum kur bën kësi ndami? Jo, se unë e një Allahun i drejt. Atëherë çka kime pas hasad pra? Apo e përmirëson veten tonë. Ne shumë të meta që njerëzit i kanë nuk mund të përmirësohen në asnjë institut të rehabilitimit. Kërkon, ku dush çaj? Nuk përmirësohen kur, gazet janë të meta që nuk largohen me medikamente, nuk largohen me trajtime ndryshme psikologjike mjekësore. Jo, i largon veç njohja e Allahut azza. Veç kur një Allahun përmirësohet. Ndryshe, jet çaj që ka qenë atë. E pamundshme është me qenë diçka tjetër. Gazet mbetet burimi i smunit vazhdimisht aktiv.
Prandaj hasedin, smundje tjera të shumta, urrëtitjen, mendimin e keq, lakmin, ose shumë të tjera që vijnë nga brendia e njeriu, shërohen me njohjen e Allahut azza xal. Si të një qetësohesh. Po shoh, s'ke çka marr më çështje. Andaj sa njerëz subhanallahu, Allahu diku t'i jap kët rrezik, mirët me krijesën më marr atij apo. E smirët me ato që ja ka dhënë ti jara, ti edhe s'më edhe mua. Tek u lidhët me to. Po këshira ti më marr ato që ja ka Allahu xhallahu ala. Ti sa ti shira merr kur ato që ja ka Allahu xhallahu ala. Mi po hub mund dhe e ushqen shpirtin me zili që ty të bën dëm në fundit apo. Andaj shumë të meta tona që i kemi që po na pengojnë në rrugën tonë të Allahu xhallahu ala dhe po na pengojnë në raporte mes vete, rregullojnë përmes njohjes Allahu xhallahu ala. Andaj un synoj për veten time dhe për ju që përmes njohjes Allahu xhallahu ala që do të flasim të ardhmen, të largojmë këtë vese, të duajmë më tepër, të largojmë zilin, lakmin, armiqsin, qase jemi duke përdor ilaçin adekuat. Nëse nuk kryjm punë, na jemi të prisht. Sikur se ka thënë pejgamberi, jo për këtë punë vëllai ndoshën. Madje këtë që thash deri më tani në njërin e këtij hadithi. Në njëri kartë i dërguari, sa su ka thënë ja Rasulullah, vllai tem spinon në barku, barkçitë e vazhdueshme, do më dek. Këna provu këtë, ka thonë iskihi asalan, japi mjalt. I ka thonë mjalt, edhe 5 spanalet. Ka thonë ja Rasulullah, i komon mjalt nuk panalet. Ka thonë japi edhe herë mjalt. I ka thonë mjalt nuk panalet. Ka thonë ja Rasulullah, i komon edhe një herë, ka thonë japi edhe një herë, 3 herë mjalt. 3 herë është më provuar. I ka thonë mjalt e 5 spanalet apo. Kur ka ardhur tek pejgamberi ka thonë ja Rasulullah, që 3 herë po i do mjalt spanalet. Çka ka thonë pejgamberi? Po gjet kum gabu? Jo, ka thonë sadakallah wa kadhaba batnu akhika. Barku i vllaut tonë është i prish diçka thon, se Allahu ka thonë që kam janë ala. Jo në kuptim që ka që nuk se kur ka thonë Allahu i nalet është çka? Është rregull shariatik, jo kosmologjik. Se të ke saktuar Allahu kish më pa Allah ka bërë rregull që mjalt është ilaç për njerëz, ama edhe barku në prish të ka që mjalt është janë ala. Ka pa do njerëz domon s'ka ilaçi këtë hallkun e shëron aty si bëhet. Ka defekt caktuar diçka jashtë kësaj, sa veç që smunja apo. Andaj nëse me mjalt ka thon i nalet barkçitja, vallahi neve duhet më nal shumë barkçite që i kemi ato që po na bëjnë problem. Apo me këto. Nëse s'na nalet që kjo është tjetër s'ka. Apo po problemi është tek vetja jon, sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, në qofse kur bie shi nuk mbill, nuk është problem kualiteti i shiut apo. Po problemi është kualiteti i tokës. Apo a ka shi më kvalitativ dhe më pak kvalitativ? Çaj shiut. Çaj që ka bëu këtu gjelbrim, këtu e kalon thot. Pse? Jo pse këtu ka zbrit shi me më pak minerale, e së dalt, jo. Po se bë toka Allah. Se bë toka. Andaj Allahu na ruaj që zemrat tona të jenë sikur se diçka që se bë toka. I bien çka duhet si alashaj vëllai. E provon ti këtu dhe e kultivon me çto. Me emrat e Allahu xhalla xhelalu. Andaj konja se alashaj vëllai po djova se është shkëmb. Mbjell sa dush, mush me edhe me ushqy, me lloj ato domthon që janë plera artificiale ushqyse që japin kvalitet e rritin, po guri Allah s'del për aty kurrë. Sikur se ka thënë Allah xhalla wala tarakahu salda. Apo ai që jep sadaka dhe përmend. Pse i prisht? Jam zën frymën hallkut me të mira që u ka bëu. Kështu më nxirr shpirtin për dhatero që u ka jap. Qysh e puna ti? Allahu thot sikur se në shkëmb që shkëlqen. Apo që aty me qit ujin, arrin? Rshata i se s'rrin. Apo edhe e lën çfarë salda. Çfarë e lën shkëlqen? Hala çfarë e lën thot. Se s'rrin ujin mi ta. Çfarë dhe sevapi si rrin këtina apo. Si rrin sevapi, se rrshat dikun tjetër shkon atë. Andaj plotsohemi. Plotsohemi njëun Allah xhallahu ala. E njohim Allahun apo sha? Edukohu, përmirësohu e kështu më radhë. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, arkanul kufri 4. Shtyllat e kufrit janë 4. Këtë mosbesimi i njerëzve ndërtohet në 4 shtylla. Cila është? El kibr, e para mendimallësia. Nuk ka më shëmtuar se mendimallësia, Allahu na ruaj. Wal hasad, e dyta hasedi është shtylla e kufrit. E treta el ghadab, hidhrimi i pakoordinuar, apo e qendrin kufër. Ka punë nga pjedhimit e shon Allahun azh. I dhunshun kash. Ti dhunshun po vjen me ditë ku më nal veten. Edhe shahwa, edhe epshi. Mi këto 4 çdo kufër ka bipi që në 4 ose ka bipi shka kibrit,
ose për shkak zilis, ose për shkak të hidhnimit të pakontrolluar, ose për shkak të lakmisë, edhe epshit. Thot Ibn Qayyim rahimullah, wa mansha'u hadhihi al-arba'. Kjo është ders shkollor. Wallahi 4 vjet më në shkollë për të mësim ja vlen. Ta japin 2 rreshta vëllai. Shtyllat e kufrit janë 4. Apo? Mendimasia, zilia. Treta, hidhrimi edhe lakmia. 4. Burimi këtu edhe Ibn Qayyim rahimullah kur që mjekun. Thot gjitha këto burojnë mansha'u hadhihi al-arba' min jahlihi bi rabbih. Këto 4 burojnë nga ignoranca për Zotin. Se një Allahun ka hasad, se një Allahun ka kibër, se një Allahun i dënohet. Edhe e shon, vallahi me njoft Allah mirë, po kulmi i ndihmën e pas, si shka më na keq për Allahun xhallahu ala. Jo më vol keq për të naudhu billah. Vallahi i dënushëm keq. Ja, ti so problemi që ke i dënushëm. Po problemi është se ki këtu, se me pas të e sheqësh e dirigjon kjo zemrën atë. Andaj esenca këtu e 4 është mos njohë Allah xhallahu ala. Fa innahu law arafa rabbahu min qaimi. Po ta njeftë Allah xhallahu ala me cilësitë e plota dhe madhështore dhe e një vetën se është i mangët, apo lem yetakabbar. Çka kiti me pas kibër, kush jeti? Apo e nënçmon vetën përballë njohjes Allah xhallahu ala. Dhe këto e shërojnë, e mbrojnë pe kufrit apo. Andaj këto mangësi që janë burim të kufrit i rregullojmë me lejen e Allah xhallahu ala duke e njohur Allahun subhanahu sikur thash thot Ibn Qayyim rahimahullah. Këto ishin domthon disa prej pikave dhe e fundit që më të përfundojmë nga qëllime që synohen është që të shpëtojmë pasojave të shëmtuara të mosnjës së Allahut azza xal. Ai se një Allahun azza xal të mërshëm ka humb. Të mërshëm nuk din sa ka humb ai se një Allahun xhallahu ala. Në sa ma afër njohjes së Allahut aq më lart ti përfundimit të mërshëm. Thot Ibn Qayyim rahimullah, do jeni këtë njohjes të Allahut azza xal. Thot ay shay'in arafa man lam ya'raf Allah. Çka ka njoft ai njeri që Allahun s'ka njoft? Çka ka ditë apo? Po ti kurrë s'ke ditë. Që se Allahun s'ka njoft. Ja unë kam diplomë, po ti kurrë s'merr vesh. Nëse se një Allahun xhallahu xhallahu që ki Zot, çka ke ditë? Çka ke njofti? Ay shay'in araf. Çka ka njoft ai që s'ka njoft Allahun azza xhallahu. Wa ay haqiqatin adraka man fatatu hadhihi alhaqiqa. Çfarë të vërtetë ka arrit ai njeri? Çfarë realiteti ka njoft ai që i ka ikë vërtetë ky realitet? Wa ay ilmin hasal. Dhe çfarë dije ka marr ai njeriu i cili i ka ikë dija për Allahun xhallahu ala dhe vepra në përputhje me kënaqësinë e Allahut xhallahu ala dhe njohja e rrugës së shpirtit tek Allahu xhallahu ala dhe çka i takon atij pas kësaj rruge. Andaj, njeriu që i ka ikë njohja e Allahut azza xal dhe i ka ikë njohja e veprave që shpin tek Allahu xhallahu ala dhe i ka ikë njohja e rrugës që të shpirtit tek kënaqësia e Allahu xhallahu ala dhe i ka ikë njohja e përfundimit, nuk din xhenet s'din çka ka afton. Ky njeri çka ka njohur Allahu? Këti ka hub. Ky kur gjozin? Qase kjo është esenca e çdo dije. Ana sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, inna hayata al-insani bi hayati qalbihi wa ruhi. Gjallëria e një njeriu nuk matet me lëvizjen e durve, gjallë ka, po merr frym. Nuk matet gjallëria e një njeriu ndryshe përse me gjallërinë e shpirtit që ka dhe gjallërinë e zemrës që ka. Wala hayata li qalbin, nuk ka mundësi me jetu një zemër. Wallahi një zemër është e gjykuar të vdes në moment atëherë kur nuk furnizohet me njohjet e Allah xhallahu ala. Qase kjo është gjallëria e saj. Kjo është ushqimi i saj. Në momentin kur kjo zemër nuk ushqehet me njohjet e Allah xhallahu ala, vdes. E kur vdes zemra, pastaj ka thonë dietarët apo kanë thonë ajo poezia e njohur që ka thonë ai poeti arab se njeriu të vdekur nuk ja lë shaj plaga. Apo njeriu i vdekur sikur thonë gati kanë qenë me verbua. E njeriu vdek që ka gati u verbua su verbu. Andaj kur ti vdes zemra njerit, tani mund nuk qyet e boni kët, shkoj këtu, qase është i vdekta i mota. Tashmë për të nuk ka është më plagët e tjera që shkaktojnë, nuk janë më interesant, qase ka vdek zemra e tij. Andaj kur dëshon të ruhen nga kjo pasojë e tmerrshme e vdekjes së zemrës, le ta ngjall me dëgjuar shpesh Ibn Taymi rahimullah dhe këtë e përmendte se e kanë dëgjuar lezuar nga njerëz e dijshëm që kanë njohur Allahun xhallahu ala se nuk ka ilaç më i mirë për ngjalljen e zemrës se me thirr Allahun me emrin e tij ya hayyu ya qayyum. Sikur të thonë çka është el hayy, i gjalli, nëse ai ka gjallëni çdo çkafit apo.
Shikoj e ngjall toka e vdekur e ngjall tokën, a nuk e ngjall zemrën tonë apo? E ngjall kur ti e thirr, e ti e thirr atë kur e njeh. Qase Allahu ka walillahi al-asmaul husna. Allahu ka emra të bukur, do të njeni këtë emra, pas ata një çka bëni? Fad'uhu biha. Thërnë me ta, lutni me ta. Allahu ka mundsu këtë emra që ju duke një që është haj me lut ngjallna, duke një që është Rezak furnizues furnizona, duke një që është Rahman gjithëmshirshëm na mshira. Ne ka mësu këto që na të përfitojmë. Kush nuk e njeh Allahun kështu? Veç një emër me ditë privohesh nga çaja. E mjaftueshëm është atë. Para mendove që mos më di që Allah ka emrin i gjallë. Haj. Apo me çka e thirr me ta ngjall zemrën? Ose tjetër kështu më radhë. Dhe njeriu hub shumë dhe ka pasoja fatale të mërshme. Ata që nuk e njohin Allahun xhela xhelalu. Dhe nuk ngjall zemrën pas me këtë thirrje, pas me këtë njohje. Dhe ky duhet të qenë projekti jon kryesor në jetën tonë, ta njohim Allahun xhela xhelalu. Dhe çdo projekt pastaj ta koordinojmë, ngritim, ndërtojmë në bazë të kësaj njohjeje. Sikur se tha Ibn Qayyim në fillim dhe me këtë po i do fund, se çdo njohuri apo bazën e ka këtu dhe ndërtohet mbi këtë. Çdo dije, çdo projekt, çdo sukses që nuk ndërtohet mbi bazën e njohjes së Allahut xhallahu ala është i gjykuar të rënohet, por jo vetëm kaq, por të rënohet mbi kokën e atij që e ka ndërtuar. Kjo më e keq atë. Të rënohet mbi kokën e atij që e ka ndërtuar. E ka dikush shumë lart e çon ndërtesën e tij, po jo në bazën e saj. Që kur të rënohet, bajagi i bjen do dhimbje të mëdha me përjetu Allah na ruaj atë. Ana ti shpëtojmë gjitha këto pasoja fatale është një rrugë, njohja e Allahut xhallahu ala. Prandaj për këto 12 pika që i ceka, do të ndëruar. Edhe mund të jetë e 13-ta se pak folet për këtë punë. Gjitha këto 13 është e mjaftueshme që të jemi të interesuar të flasim për këtë temë dhe duhet që çdo ligjërat që e marrim të ndëruar, apo ta koordinojmë përfitimin ton nga kjo ligjërat me këto qëllime. Apo mbon kështu, apo mbon kështu, apo më ngjall zemrën, po mbon kështu, po ndihmon për atë gjitha me këto. Qofse nuk realizon këto, atëre kanë frikë se kena gabuar në përzierjen e dersit, ndoshta është dashur edhe pak më shtyp. Po shpresoj që t'ja kemi qelluar kohën e duhur që ti ke gjetë zemrat tona të gatshme dhe të jetura për të furnizuar dhe ushqyer dhe ujitur me njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Elsallahu xhallahu ala që na jap sukses në këtë drejtim dhe me këtë do vëmë po e fillojmë këtë seri me lejen e Allahut xhallahu ala. E lutem Allahun xhallahu ala që të na jap sukses, të na mëson që ta prezantojmë dhe ta kuptojmë Allahun xhallahu ala ashtu sikur që është më së dobishmi dhe më së miri për neve. Allahu ju shpërblet deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.